Tu gjatjeta, uroj t'jeni mirë. Qeveria po bie më shpejt nga që kisha imagjinuar. Janë duke rënë në pikjat dhe me shpejtësi të cilën nuk e kishim analizuar, nuk e kishim imagjinuar dhe me sa duket ritmet në cilat po zhvillohen ngjarjet janë dhe tregojnë se ne jemi në momente historike. Çdo të thotë jemi në momente historike. Jemi në momente historike të ngjashme me ndryshimin e epokave. Ndërmjet ndryshimit të epokave, nga kalimi në kohërat kur kalojmë nga një sistem në tjetrin, nga një mënyrë qeverisje në tjetrën, nga një model qeverisje në tjetrin, janë momente të tranzicionit të madh, janë momente historike, janë momente të cilat politologët i kanë quajtur janë epokat e monstrave. Tashmë, unë sonte do t'ju flas shumë shkurt, sepse ka ngjarje dhe zhvillime të cilat nuk i flasim dot të gjitha këtu, dhe duket që piramida po shëmbet me shpejtësinë e dritës. Kur do të ja japi krisjen, nuk e di. Por jemi në momente historike, jemi në epokën e monstrave. Ç'është kjo epokë e monstrave? Çdo të thot moment historik, çdo të thot që po bien me shpejtësi, dhe çdo të thot duhet të bëhemi gati për të gjitha. Dhe një këshill tjetër shumë e rëndësishme, merrni të gjithë një letër dhe një laps dhe mbani shënim. Emrat që do ju them. Emrat ju i dini. Emrat ju i njihni. Unë nuk do përmend emra, unë do ju përmend fenomenin. Emrat ju i dini vetë. I njihni madje më mirë se unë, sepse mi keni shkruar natë për natë, në telefon, WhatsApp, Facebook, më keni treguar historitë e tyre, më keni treguar historitë e familjeve nga vinë, kush janë, kush kanë qenë, çfarë bëjnë, çfarë luajnë, kush i mbështet, nga janë. Ju keni informacione të jashtëzakonshme, këtu nga Shqipëria, nga diaspora dhe nga gjithë bota. Çdo të thotë marrim një laps dhe një letër. Një laps dhe një letër në këtë moment, sepse jemi si në epokën e vitit 1990. Do të ndryshojë sistemi. Rama po i ngushtohet laku. Nuk po bie, ju a kam shpjeguar mbrëm ke video pse. Nuk bie sepse rënja duhet të jetë e kontrolluar. Rënja duhet të jetë, shpërthimi duhet të jetë i kontrolluar në mënyrë që të mos shkërkojmë ndodh vakum gjeopolitik. Çfarë ka ndodhur u Krishnik? Nuk doja të bëj video sonte, kisha nevojë të pushoj, kisha nevojë të merrem me veten time, kisha nevojë të marr pak frym, por nuk ka kohë dhe duhet të kuptojmë disa gjëra, sepse janë këto momente, janë historike, dhe siç janë historike, mund të jenë shumë të rrezikshme për nga pasojat dhe për nga ajo që vjen pas. Çfarë po të them më konkretisht? Kam mbi një javë, por veçanërisht 48-72 orët e fundit, në të cilat po ndjek me kujdes të gjitha studiot e Tiranës. Çfarë po bëjnë, çfarë po thonë, çfarë po deklarojnë, si luajnë me pasa, kush janë, kush ka loke kjo studio, kush del ka ajo studio, çfarë thot ky gazetar, çfarë thot ai gazetar, çfarë po bën njëri, çfarë po bën tjetri. Dhe jam duke kuptuar gjëra të mëdha, të cilat do t'i ndaj këtu me ju sonte. Pse? Sepse po bëhen të gjithë gati për momentin e ri. 1. Qeverinë e kanë braktisur të gjithë. Edi Ramën e kanë braktisur të gjithë dhe po ikin dhe po zbresin nga anija e tij. Por çfarë po ndodh? Po përpiqen të ngjiten tek anijet e tjera. Çfarë do të mbani shënim tani urgjentisht? Do të mbani shënim emrat e të gjithë atyre analistëve të portaleve dhe të televizioneve, emrat e prime time-it, kush del në prime time, shënojni në letër. Jo për t'u hakmarrë, por për kujtesën historike, se do dalin do hidhen prap tek varka tjetër, siç u hodhën në vitin 1990.
Ka Partia e Punës, hapën 4-5 parti dhe na mbajtën 34 vjet në sundim. Këta horra, të cilët bënin sikur ishin demokratë e socialistë, sikur ishin e njëjta gjë. Tashmë po bëjnë të njëjtin skenar. Skenari i pardesyve të bardha po bëhet sot, por në një formë më të sofistikuar. Çfarë po ndodh? Ka 48 orë të gjithë analistët i kanë lëshuar me Ylli Rakip, me Blendi Fevziun, me Vision Plus, me Top Channel, me Report TV i Carlo Bolinës, me gjithë këta që bënin lap, kështu nga mëngjesi deri në darkë, po i lëshojnë. Analistët në për studio i kanë lëshu dhe po i lëshojnë çdo minutë. Kanë ngel disa skifterë të cilët me sa duket nuk kanë marrë ende këstet e fundit. Apo janë kamikazët e fundit të cilët nuk e lëshojnë më dot historinë. Të gjithë llapistët e kësaj qeverie dhe të këtij sistemi 34 vjeçar janë të shokuar. Janë të tronditur të gjithë, edhe drejtuesit e emisioneve prime time, edhe të ftuarit e tyre, të cilët dikur vinin me porosin e Endri Fugës, tashmë që nuk është më Fuga, se është larguar dhe ai nga Edi Rama, ka kohë, tashmë po i largohen edhe analistët e mbrëmjes. Çfarë po thonë? Drejtuesit e prime time-it, i dini ju, Ylli Rakipi, kjo Fevziu, Sokol Balla, Eni Vasili ka qenë përpara, tani është drejtoreshe RTS-s, këta të Report TV-s, të Carlo Bolinës, Grida Duma e gjithë me radhë. Po i lëshojnë pak nga pak. Si po e bëjnë këtë? Tashmë nuk kanë më energji të thonë që nuk bie më Ramsi, nuk bie më Edi Rama. Po thonë të gjithë, more këto goditje ne po merremi me Belinda Ballukun, po këto goditje s'janë fare për Belindën, se kjo po ja bën mu, kjo po ja bën troç fare. Çfarë do thotë? E kanë ndjerë lagështirën. Postimi i sotëm i fundit i Edi Ramës dhe mesazhi që dha për amerikanët me prokurorin amerikan, pas të cilit ky ishte shumë i mahnitur, është mesazhi i tij, klithma e tij e fundit, që Amerikë mos na e bëni ne këtë. Ndërkohë janë pezmatu të gjithë llapistët e prime time-it në darkë. Erdhi koha, kush nuk po dorëzohet është Baton Haxhiu, me ja 2-3 skifter tjetër, sepse janë poliagent dhe ju e dini se për kë punojnë, dhe këta po bëjnë rezistencë deri në minutën e fundit, sepse këta janë ata snajperistët e regjimeve, të cilët rezistojnë deri në minutën e fundit dhe marrin këto arkat e fundit të florive, arkat e fundit të eurove, përpara se lideri të arratiset. Siç ndodhi këtu me regjimin. Çfarë po bëjnë? Po ndërtojnë skenografinë e pardesyve të bardha. Çfarë do të thotë pardesyt e bardha për ata që kanë lindur pas vitit 1990. Ne që jemi pak më të vjetër se ju, janë një dekadë e gjysmë më të mëdhej se ju, e dim që në 1990 sigurimi i shtetit për të kontrolluar rënien dhe ndryshimin e regjimit komunist, sajoj ata që ishin me pardesyt e bardha. Pardesyt e bardha, policia dhe ushtria kishin urdhër mos me i qellu, se ishin njerëzit e sistemit, ishin njerëzit e Ramizalis. Pardesyt e bardha ishin ata të cilët ndryshun sistemin dhe hapën dhe krijuan partitë e reja. Demek liri, demokraci dhe pluralizëm. Ishte pikrisht krijimi i këtij 34 vjeçari që po shëmbet tani me urgjencë. Dhe pardesyt e bardha kishin urdhër që të merrnin nën kontroll zemëratën popullore dhe të shanin ata të vjetrit. Tashmë, e njëjta regji po ndodh jo më me pardesyt të bardha, por me skifterët e mediave. Që do të thotë, analiza e prime time-it e mbrëmjes dhe studiove kryesore
është duke rivendos gurët e shahut. Është dorëzu, imagjinoni, u dorëzu Andi Bushati, tha mbrëm, tha, unë e dija, tha, që Spaku, tha, komandohet nga Rama, por me sa duket, tha Bushati, tashmë po i vjen radha edhe Ramës, Elshoj dhe Bushati. Dhe unë, tha Bushati, ja njoh Ramës një merit, se ky bën sikur e shah. Ja njoh Ramës një merit, që është leximi mirë i kontekstit rajonal. Cili është konteksti rajonal? Kush është përplasur me amerikanët e ka ngrënë. Ylli Rakipi i Mpir, Blendi Fevziu ka hik në Bogota, në Kolumbi. Është afër Saliu, se është Saliu në Brazil, me atë Albana Vokshën. Dhe Blendi Fevziu ka kohë, unë ja kam shpjegu, ai është dhel për më e vjetër se sa këta. Po merret tani me hotele, me plazhet, sa hotel të bukur ka bë ky shqiptari, sa biznes të bukur ka bë ky shqiptari. Fevziu e ka ndjerë lagështirën i pari, unë ja kam bërë emision, se më kritikuan disa dhe më thanë çaj duke thënë o Kreshnik, e keni emisionin poshtë. Si po arratiset Blendi Fevziu. Dhe arratisja nuk ishte në kuptimin që ka marrë valigjet dhe është duk. Arratisja është metafora. Është arratis edhe nga Rama, edhe nga Berisha, kur doli po ke ylli Rakipi dhe i tha Rama dhe Berisha nuk kanë më të ardhme. Fevziu është lojtar i vjetër, është nga Pardësyt e vjetra të vitit 1990. Dhe po ta vini re, shkoni ke kanali i Fevziut, ai çfarë bën? Ka kohë që nuk merret me politikën agresive, me politikën aktive, ka kalu ke hotelet, ka kalu ke reklamat, ka kalu ke shqiptarët e suksesshëm, ka kalu ke gocat e bukura, ke yjet e shqiptarët këngës, ke si prodhohet speci në lushnje, si prodhohet prasi dhe karrota në Rogozhin, sa bukur është Bregdeti shqiptar, sa e bukur është kjo vila në Toskana, dhe sa i bukur është ky lokali dhe ky restoranti, sa mirë hahet në Prizren apo në Prishtinë. Pse e bën Fevziu këtë? Sepse nuk do të rri me stek të lartë në këtë moment, ku është epoka e morsetës, epoka ku do të shtypen koka. Koka në kuptimin historik dhe në kuptimin politik, do të dalin nga loja shumë njerëz. Tashmë, ju duhet të bëheni gati për të gjitha. Rënimi, kështjella, unë nuk merrem, as jam fallxore, as funksionoj me UFO-n, as përfaqësoj kabalen, as merrem me leshin e sqjetllave të UFO-ve. Unë bëj analizë bazuar mbi atë që kam thënë. Analizat e mia i keni 6 muaj para se të arrestohet Erion Velia, ju kam thënë është në burg, dhe mas 6 muaj që arrestu. Ju kam thënë Balluku është në burg, shkoni shihni videot përpara se të arrestohet Balluku. Ju kam thënë i shprehur fleta arrestit 4 muaj përpara se të arrestohet. Është analizë, nuk flas me UFO-t. Ju kam thënë Rama është i pari kryeministër shqiptar i cili arrestohet në detyrë. Dakor? Këtë do ta shohim si do shkojë. A do të arrestohet në detyrë, apo jo? Kjo, kam thënë, i nënshtrohet kushteve dhe klimës gjeopolitike në rajon. Si krijohet vakumi, kur ikën, si ikën, a bie PS-ja nga pushteti nëse arrestohet Rama dhe Belinda Balluku dhe gjithë çeta hajdutëve, apo amerikanët do të sjellin një po nga PS-ja që të hyjë dhe të marrë plotësoj vakumin. Është lufta Soros-Trump, është përplasja e 2 Amerikave këtu në Shqipëri, është një lojë shumë e madhe. Ndaj, ju bëj sonte thirrje miqësisht në këtë moment historik për shqiptarët, të bëni gati një laps dhe një letër, dhe të shkruani emrat e të gjithë analistëve dhe drejtuesve të emisioneve kryesore të Tiranës. I dini, janë 30-35 veta gjithsej, qarkullojnë këtë gjitha studiut. Mbajini shënim. Këta kanë qenë shërbëtorë të këtij sistemi. Nesër do tentojnë të ngjiten tek varka tjetër, e kanë filluar qysh tani.
po e lëshojnë Berishën, po e lëshojnë Ramën, po lëshojnë këtë, dhe po bëjnë si të pavarur, të njëjtën gjë që bën 90-ën kundër komunizmit. Pse? Sistemi kur i vjen ngordhja kësaj klase politike të krimbur në para, kur t'i vjen ngordhja, do t'jetë detyruar të bëjë ca marrëveshje të mëdha, ca koncesione. Do paguajnë ca para për njerëzit të cilët shërbejnë atyre dhe i shprehin besnikëri, dhe që të shpëtojnë nga zemrata popullore dhe që të vazhdojë dinastia e tyre rrugtimi, kur ata të mos jenë më, do të shpërndajnë ca para dhe do të krijojnë monstrat e reja dhe figurat e reja. Ndaj, koha e ndërmjetme, në periudhat tranzicionale, kur kalojnë nga një sistem në një sistem, nga një model politik në një model politik, quhet nga politologët epoka e monstrave. Monstrat ne duhet i amortizojmë, jo me hakmarrje, por me drejtësi, jo me hakmarrje, por me drejtësi, dhe me drejtësinë që do të vendos ligji dhe gjykata e pavarur, sepse këta do të ikin, do të arrestohen. Ka marrë fund kjo histori. Kështjella po bie. Kështjella po bie. Ju mbajni shënim emrat që ju thash. Drejtuesit e emisioneve dhe analistët e prime time-it. Shënim. Këtë tjetër, njerëzit e afërt të partive kryesore të 34 viteve që kanë qenë në pushtet. Gazetarët pranë tyre, analistët pranë tyre dhe njerëzit pranë tyre. Edhe këto mbajni shënim. Do ju bëhet një listë me 50-70 emra. Mbani listë gjithashtu të gjitha emrat të cilët ju mendoni që kanë dalë darkave dhe kanë folë si të pavarur. Nuk ka pas të pavarur ke televizionet e oligarkëve. Të vetmi të pavarur kemi qenë ne që shkonim për marrëdhënie ndërkombëtare dhe për gjeopolitik, siç më përdorën mua për 3 vjet, 4 vjet rresht. Natë për natë, ditë për ditë, nga mëngjesi deri në darkë. Hik ke njoni, shko ke tjetri. Vrap ke njoni, vrap ke tjetri. Kur erdhi fushata elektorale, u thash, atë flas dhe unë i qik për veten time se fola kam kaq vite që flas për ju. Jo, tha, nuk lejohet. Po si s'lejohet, i thash, unë kam 4 vjet që ju vjen nga mëngjesi deri në darkë në për emisione, as ju kam marr as një kokër leku. Është koha ime, është jeta ime, është ajo që unë di të bëj, është profesionalizmi im, i cili ju sjell njerëz, ju sjell shikueshmëri. Kreshnik të kemi gjallë, tha, po t'ju dy ne nuk kemi ç'a të bëjmë. Tha. Flasim ne për ty? Flas ti për politikën shqiptare? Nuk la lejon, tha. Po kush si s'lejojnë? Po pse më thërret për gjeopolitik? Gjeopolitik, tha, si prish punë kërkujt ti, tha. Thjesht na sjell ca shikime, na sjell njerëzit, marrin vesh se çfarë po ndodh, ti e çuni përgatit, ditë i flasësh gjëra të bukur, edhe ne mësojmë një gjë, edhe publiku mëson një gjë. Po mirë, thash, flasim edhe për çështjet e Shqipërisë. Jo, tha, s'lejohet. Çfarë do të thotë s'lejohet për ty? Çfarë do të thotë lejohet vetëm të flasësh për çështjet e jashtme dhe jo për çështjet e Shqipërisë? Do të thotë çdo kush që del në emisionet dhe televizionet që flet për çështjet e Shqipërisë është me regji dhe është me bordero tek Rama, tek Saliu dhe më parë tek Erion Velia dhe Ilir Meta. Keni qartë. Është si drita dillit. Tani këta janë gjarpri të vjetër. Dhe çfarë do bëjnë? Populli thot nuk kuptoj gjë. Sepse këta rrin mes. Pse rrin mes këta? Bëjnë sikur e sulmojnë Ramën, janë me Ramën. Bëjnë sikur e sulmojnë Berishën, janë me Berishën. E keqja më e vogël. Mos harroni kurrë këtë. E keqja më e madhe, e keqja më e vogël. Jam të gjithë bashkë. Mbaja një shënim emrat të gjithë. Se do vinë kohra të mëdha, nuk e di kur, nesër, pas nesër, mas 2 javësh, mas i muaj. Diçka e madhe po vjen. Bohuni gati për të gjitha. Pardësyt e bardha ish sigurimi i shtetit. Lojtarët pranë Berishës, figurat kryesore pranë Berishës, njerëzit kryesor pranë Ramës, njerëzit pranë që ka lënë trashëgimi, Velia, që ka lënë trashëgimi Ilir Meta, kanë dhe kodet ku i kanë shef parat.
Një pjesë ja ka gjetë FBI që po ja thy kocka tani. Një pjesë tjetër nuk e di, a ja ka gjetë, a do ja gjej. Nuk e di. Por ata kanë shumë para. Edhe si kur të rinë 5 vite, 10 vite në burg, ata nuk i mbarojnë lekët në herë. I kanë me paleta. Ky është momenti historik. Këta tani do të ishte mirë që të bënin si Fevziu. Fevziu është shumë smart, shumë i zgjuar. Ka vendosur të heshtje dhe të rinë në low profile tash. Ka zbrit në profil të ulët. Kurse çaj i ke studiot e darkës me Ylli Rakipe, me këta, me grita, kanë fillu të meken, ka fillu të thahet goja. Pse? Sepse menduan deri tani që munden ta fitojnë këtë betejë me lojën e madhe, me Përtej Hoxhanit, në qoftë se bëhen bashkë. Tani e pan që parat e tyre dhe njerëzit e tyre janë një mizë në mes të oqeanit të asaj loje të madhe që po luhet në botë. Ndaj, shqiptarë të dashur në Shqipëri dhe në diasporë, më dëgjoni me kujdes. Çfarë i keni pas këto 35 vjet në për partitë kryesore, rreth për qark Berishës, rreth për qark Ramës, rreth për qark Fatos Nanos, rreth për qark këtyre, janë të gjithë establishment. Çfarë keni drejtues kryesor, gazeta kryesore, prime time kryesore, janë të gjithë në rreth sepse kanë bërë pizë dhe kanë bërë krime. Ata që s'kanë bërë krime mundet të ndryshojnë mendje, mundet të bëhen në krahun e shqiptarëve, por nuk kanë më moral që të vazhdojnë të kontrollojnë narrativën. Nuk kanë më moral. I kanë shërby këtij sistemi që na ka shkatruar si komb. Erdhi Amerika për nevojat e saj gjeopolitike në Ballkan, po i kreft të gjithë. Tani ka fillu duke ju thamë fyti. 48 orë studiot e Tiranës, të gjithë, edhe ata që kundërshtonin dhe ata që sulmonin, i është tha fyti. Nuk është punë me balluk kjo, thamë. Është Rama në lojë. Berisha është i tronditur, po ndjek me kujdes, nuk do dhe ai të implikohet me Edi Ramën, ndaj po bën sulmusin e Edi Ramës, sepse deri tani Berisha ka luajtur narrativën, do t'i bijem spaku, do t'i bijem të gjithëve, sepse ishim në marrëveshje sekrete me Ramën që do bëjmë sikur do zihemi bashkë, konflikti i kontrolluar për cilin ju kam folur, dhe do t'i bijem kujt spakut që ta zgërlaqim. Në fakt, spakun ata zgërlaqin për 48 orë, po të mos ishin disa njerëz të tjerë mrapa spakut. Tashmë i është tharë fyti Gërmazi, që të mos ndodh me ju në 34 vitet e ardhshme, kur do të lind një sistem i ri global, do të lind një botë e re, me ekuilibra të ri, me Amerikë të re, me Amerikë të ndryshme nga ajo që ka qenë deri tani, me bëhet të re, bëhet të cilën ju kam thënë, ka vite, ka halle të tjera. Mos dëgjoni këto Marta Kosat e Marta Lallat e Shullinat që vinë këtu, edhe gënjejnë këto republikat jugoslave. Ish këto burokratët hajdut të Brukselit që marrin nga 30.000 euro dhe vinë këtu tallin me nderen me shqiptarët, ka arritë Rama, thot standardet e Europës. Se dun ta shpëtojnë këtë, ju kam thënë që të nxjerrin Amerikën jashtë lojë. Amerika ka interesat e saj, po vjen dhe ka nxjerr Kërbaçin, këtyri i është tharë fyti. Në qoftë se doni, në botën e re që po lind, po shkojmë në një epokë tjetër. Të mos hani golin 34 vjeçar që e hëngrët tani, mbajni shënim emrat që ju thash. Të gjithë bëhen 150-200 emra, me oligark, me drejtues kryesor emisionesh, me të gjithë të ftuarit në këto emisione, me të gjithë televizionet, me të gjithë analistët, me të gjithë shkrimtarët, me në krye Baton Axhilli dhe të gjithë establishment. Majni shënim. Po qa do bojmë ne u kreshnik, po t'i mbajmë shënim. S'keni për të bërë gjë. Do t'i ndërshkoj tjetër kush ata. Jo hakmarrjes, ata i ka vra Zoti, sepse ata i kanë hyrë në hak
këtij populli dhe nuk ka Firaun pa një Mosa apo pa një Mojsi. Nuk ka në botë një rast të tillë që të ketë Firaun pa Mosa. Firauni e rriti me durën e vet, me durët e veta. Rama gjithashtu i rriti me durët e veta. Po si ishin Mojsi, ishin tradhtarë, sepse nuk i bashkonte hyjnorja as Adheu as Kombi. I bashkonte Pislëku, orgjit dhe anti-shqiptaria me Beogradin. E kuptuam? Po deshet mos bini në kurthin e asaj që ram në 91-shit me Partishyt e Bardha, mbani shënim gjithë to emra që ju thash. Dhe në qoftë se këta do t'i shihni protagonist ke lista emrave, ndodhi një ngjarje e re, po i pat këta një nga emrat tek lista që do të bëni, protagonist kryesor tek studiot e ardhshme, tek politika e ardhshme, tek qeveria e ardhshme, tek politika e ardhshme, e keni hëngër golin ju me gjithmonë. Është përsëritja e asaj që ndodhi 1990. Në qoftë se jo, ata duhet jenë jashtë të gjithë lojtarët e Ramizalis dhe të 34 viteve mashtrim që u bë këtij populli, jashtë të gjithë. Në qoftë se doni të mos ndodh ajo që ndodh 1991. Jo hakmarrje, po drejtësisë, drejtësi që të mos përsëritet më ajo që ka ndodhur deri më sot. Për ndryshe do të na zhdukin si kom, sepse këtij populli nuk i ka mbet më as një pikë energjie për rezistencë. Më vjen keq që u them këtë. Më vjen keq që e pranoj publikisht këtë. Ky popull nuk ka më pikën e energjisë që të bëjë rezistencë. Bëni listën. Ruani me kujdes zhvillimet, do të ketë zhvillimet dramatike. E nuhas nga 500 km larg. Rama ka rënë, ka filluar rënja e Kupolës. Trokitja ke Balluku është trokitje ke dera Edi Ramës. Analistat ndark, prime time i ndark, i është tha fyti. Domethënë ka marrë fund loja. E ka ndjer lagështirën. Tashmë kur mbytet anija mit janë ata të parë që largohen. Këta do ndryshojnë rol, do ndryshojnë Partishyt. Ju kur e keni listën, trak i shihni, ka qenë ke lista tjetër kë. Nuk bën, është film, është sketch. E kuptuam. Lojë e madhe po vjen. Ngjarje të mëdha do të vinë për Shqipërinë. S'jam Kassandra, as me parashikime, as me data. Gjë e madhe po vjen, mbajini mend. Por mos harroni listën. Po deshet të shpëtoni në 35-50 vitet apo 100 vitet e ardhshme. Kaq kisha fundjavë të këndshme, bëfshi qefsh, kalofshi mirë, mbani antenat hapur të ngritura, ju këtu në Shqipëri dhe ju në diaspor, nëse ju ka ngel një grimc dashnie dhe lidhje me këtë tokën tu që quhet Shqipëni. Shumë gjëra të mëdha do të vinë. Natë të mirë për sonte, pjesa tjetër e dini, vijon në numrin e ardhshëm.